Të nderuar profesor, qytetar dhe përfaqësues të institucioneve. Sot jemi mbledhur këtu për të kujtuar një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. 35 vjetorin e ermimit të nxënësve shqiptar në marsin e vitit 1990 nga pushtuesi serb. Kjo ngjarje mbetet një plagë e hapur në kujtesën tonë kolektive. Ishte një akt i paprecedent i terrorit shtetëror, kur nxënës të pafajshëm u helmuan nëpër shkolla, ndërsa prindrit dhe mësuesit e tyre shenin në ankth e dhimbje pasojat e një dhune të pamëshirshme. Në atë periudhë të ertë, shkollimi i fëmijëve shqiptar konsiderohej një kërcënim për okupatorin serb. Rinia jonë e dijshme dhe guximshme ishte pengesa më e madhe për planet e tyre shtypse. Pushtuesi kërkonte të na lënë të mirësirë, por ne refuzuam të ndalemi. Në këto rrethona të vështira, në djemt e rojës së kohës, u rreshtuam në vijën e parë për të mbrojtur nxënësit dhe shkollat tona. U përballëm me rreziqe të mëdha përfshirë përveshjet drejt për drejtja me huliganët serb dhe me policinë serbe, që synonin të na friksonin dhe të na ndalonin. Ne nuk u ndalem. Ishëm të gatshëm të sakrifikonim gjithçka për të mbrojtur fëmijët tanë, arsimin tonë dhe dinjitetin e popullit tonë. Kontributi ynë vazhdoi në ilegalitet sepse pushtuesi serb lëshoi flet arreste për shumë prej nesh. Unë vetë u detyrova që të qëndroj në Arati deri me 4 nëntor vitit 1991, kur u arrestova në aeroportin e Shkupit dhe u dënova me 2 vite burg. Por pas daljes nga burgu nuk u ndalëm. Në fund të vitit 1993, për shkak të presionit dhe përsekutimit të vazhdueshëm, u detyrova të largohem nga vendi, por kontributi tim për çështjen kombëtare vazhdova pa ndërprerje duke ndihmuar në organizimin dhe përgatitjen për luftën e lirisë. Sot ne nuk jemi këtu vetëm për të kujtuar dhimbjen, por për të nderuar qëndresën, guximin dhe sakrificën. Rinia jonë duhet ta di se liria që gëzojmë sot nuk erdhi lehtë. Ajo fitua me mon gjak dhe përpjekje të vazhdueshme. Ne kemi detyrën të kujtojmë dhe të mësojmë brezat të rinj për sakrificën dhe idealin e atyre që nuk u dërshuan. Asnjëherë nuk duhet të harrojmë të kaluarën tonë, sepse ajo është urdhëruese për të ardhmen. Në emër të shoqatës Roja Kohës i falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen dhe për angazhimin tuaj në ruajtjen e kujtesës tonë historike për popullin tonë. Lavdi dhe nderim të gjithë atyre që sakrifikuan për arsimin, lirinë dhe dinjitetin e kombit shqiptar. Falënderim.